Shikues nderuar, mirë mbroma, mirë se vini në Sken Krimi, unë jam Andi Bora. Kemi 3 çështje për cilat do të flasim sonte me të ftuarit tanë. Në pjesën e parë ndalemi tek vendimi i gjykatës kushtetuese që va një ditë më parë për pezullimin e pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministrës dhe ministrës së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku deri në datën 22 janar, kur do të jetë edhe seanca përfundimtare e cila do të vlerësojë, le të themi, të lishme apo të palishme kërkesën e kryeministrit për të rrëzuar vendimin e GJK-s për pezullimin e Ballukut. Kjo e fundit do të qëndrojë në detyrë. Sigurisht këtu kanë lindur tashmë, le të themi, debatet publike nëse ky rikthim do duhet të bëjë nga kushtetuesja apo jo deri në përfundim, pra ose deri sa të bëjë seanca në datën 22 janar, a lindin rreziqe që Belinda Balluku mund të prishi provat gjatë këtyre 40 ditëve e njësër çështjesh të tjera. Le të themi, ishte kjo një fitore e parë e kryeministrit përballë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përballë SPAK, dhe çfarë do të ndodhë nëse le të themi gjykata kushtetuese do të pranojë kërkesën e kryeministrit, do të rrëzojë GJK-n, a do t'i drejtohet SPAK-u me një kërkesë ndoshta për një masë më shtrënguese për Belinda Ballukun, ku vendit janë një morik pikpyetjesh, pra që sonte do diskutohen në Sken Krimi dhe do përpiqemi t'i interpretojmë ashtu si do duhen interpretuar. Në pjesën e dytë ne ndalemi pra tek zgjedhja e kreut të ri të prokurorisë posaçme në datën 19 dhjetor 2025 deri në datën 19 dhjetor të vitit 2028. Kreu i ri i SPAK është Klodian Brau. Kush është ai? Çfarë përfaqëson ai? Ai ishte kjo një zgjedhje, le të themi, e cila u motivua për shkak të eksperiencës së tij dhe kështu e vlerësuan antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, apo u diktua emri i tij dhe zgjedhja do duhej bërë patjetër për shkak të presionit ndërkombëtar. Aty pam, le të themi, si rallëherë edhe një prezencë të shtuar të faktorit ndërkombëtar. A është Klodian Brau më i rrezikshëm se Altin Dumani kur vjen puna për të tuar korrupsionin në zyrtarët e lartë dhe krimin organizuar? Një pikpyetje që ne sot përpiqemi t'i japim një përgjigje. Në pjesën e fundit ndalemi tek arrestimi në Fushkuqe i 2 personazheve të shpallur në kërkim për sigurinë të kushteve për një tentativë vrasje ndaj Indri Dokles në vitin 2021, një porosi në atë kohë e Vis Martinajt. Çfarë bën këta personazh që prej momentit që u shpallën në kërkim, u përmendën dhe nga Nureddin Dumani e deri në momentin që u arrestuan? Do të jetë një analizë shumë interesante nga një ish prokuror dhe një ish drejtor policie, të cilët do t'japin dhe detaje të reja mbi këtë aksion, por sigurisht dhe diskutimi në lidhje me Vis Martina dhe zhdukjen e tij. Dalemi tek pjesa e parë. Çfarë do të vendosi kushtetuesja në raport me Belinda Ballukun dhe çfarë do të ndodhë gjatë tyre 40 ditëve? Në datën 21 nëntor 2025, kërkuesi, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, i është drejtuar gjykatës me kërkesë duke pretenduar: 1. Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit e Këshillit të Ministrave dhe i GJK-s së shkallës së parë. 2. Shfuqizimin e vendimit të GJK-s së shkallës së parë, që ka vendosur masën ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, shtetases Belinda Balluku, dhe pezullimin e këtij vendimi. Dhe 3. Interpretimin e pikës 3 të nenit 103 të Kushtetutës. Në mbështetje të kërkesës për pezullim, kërkuesi ka pretenduar se vendimi i GJK-s së shkallës së parë prek interesa të lartë shtetëror, shoqëror, por dhe të vetë individëve. Sipas tij, pezullimi mbron sistemin e qeverisjes, duke ruajtur funksionalitetin e plot të Këshillit të Ministrave, i cili ushtron çdo funksion shtetëror që nuk u është dhënë organeve të pushteteve të tjera shtetërore ose të qeverisjes vendore. Kërkuesi ka pretenduar se vendimi sjell pasoja të pariparueshme për qeverisjen e vendit, duke krijuar vakum institucional, mos funksionim të Këshillit të Ministrave dhe pamundësi për ushtrimin e përgjegjësive dhe të kompetencave që kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi i njeh ekskluzivisht pushtetit ekzekutiv. Gjithashtu ai ka pretenduar se është në interes shtetëror që kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të kuvendit të vazhdojnë të provojnë efekte juridike, ndërsa lënia në fuqi e vendimit të GJK-s do të thellonte konfliktin e kompetencave ndërmjet pushtetit gjyqësor në njërin anë dhe pushteteve legjislative dhe ekzekutive në anën tjetër, duke cënuar më tej parimin e ndarjes e të balancimit të pushteteve. Sipas tij, pezullimi i një ministri ose zëvendës kryeministri njëkohësisht pezullon veprimtarinë e pushtetit ekzekutiv në fushën e përgjegjësisë të ministrit dhe të zëvendës kryeministrit të pezulluar. Në datën 27 nëntor 2025, kërkuesi është drejtuar sërish gjykatës me kërkesë për shtimin e objektit të kërkesës
duke kërkuar dhe shfuqizimin e vendimit numër 120 datë 22 nëntor 2025 të GJK-s së shkallës së parë për pjesën që ka disponuar për vazhdimin e zbatimit të masës ndaluese ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, shtetases Belinda Balluku. Në kushtet kur këto dy vendime në thelb shprehen për të njëjtën masë ndaluese, ndonse kërkuesi nuk ka kërkuar në kërkesë për shtesë objekti edhe pezullimin e vendimit numër 120 datë 22 nëntor 2025 të GJK-s së shkallës së parë, mbledhja e gjyqtarëve çmon t'i vlerësoj pretendimet për vendosjen e masës së pezullimit edhe për këtë vendim. Sipas neni 45.1 të ligjit organik të saj, gjykata kryesisht ose me kërkesë të palëve kur vlerëson ndër të tjera se zbatimi i aktit mund të sjellë pasoja që prekin interesa shtetëror sipas rastit, me vendim të mbledhjes së gjyqtarëve urdhëron pezullimin e tij. Sipas kësaj dispozite, së pari, subjekti që kërkon pezullimin e një akti duhet të provojë prekjen e interesave shtetëror, si dhe pasojat e pariparueshme që do të sjellë zbatimi i aktit. Së dyti, shqyrtimi i kërkesës mund të bëhet nga gjykata edhe përpara seancës plenare. Mbledhja e gjyqtarëve pasi mori në shqyrtim pretendimet e kërkuesit në mbështetje të kërkesës për pezullim, vlerësoi se në rastin konkret ajo ndodhet në kushtet e parashikuara nga neni 45 i ligjit organik të gjykatës. Në vlerësimin e mbledhjes së gjyqtarëve, zbatimi i vendimeve numër 118 datë 19 nëntor 2025 dhe numër 120 datë 22 nëntor 2025 të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar së shkallës së parë, si dhe vazhdimi i masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku, njëkohësisht zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë, rrezikon të sjellë pasoja që prekin interesa shtetëror gjatë ushtrimit kompetencave kushtetuese të pushtetit ekzekutiv në drejtim të parasaktimit politikave të përgjithshme shtetërore. Për këtë arsye, mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në mbështetje të neni 45.1 të ligjit numër 8577 datë 10 shkurt 2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar dhe nenit 27 të rregullores për procedurat gjyqësore të gjykatës kushtetuese me shumicë votash vendosi pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore numër 118 datë 19 nëntor 2025 dhe numër 120 datë 22 nëntor 2025 të gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, për pjesën që ka disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku, sipas nenit 45 të ligjit organik të gjykatës. Mirë pra dashur shikues, ky është le të themi një arsyetimi i asaj se çfarë vendosi gjykata kushtetuese një ditë më parë për pezullimin e pezullimit nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës, zonjës Belinda Balluku, dhe sigurisht mbledhja e radhës seanca plenare publike për shkak të interesit lartë do të jetë në datën 22 janar, mirë për të diskutuar për këtë çështje, se çfarë vendimi mori dhe pse mori këtë vendim kushtetuesja. Un kam të ftuar sonte në Skenkrimi avokatin dhe ish prokurorin Ervin Karanja. Karanja, shumë faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. E vlerësoj, faleminderit. Si edhe ish drejtues në lartë të policisë së shtetit, Shemsi Prençi, faleminderit që jeni sonte në Skenkrimi. Kënaqësi, mirë se u gjeta. Mirë, përpara se ne të nisim bisedën, unë do rikthej edhe një herë në vëmendje se çfarë thot arsyetimi i gjykatës një ditë më parë, ku thotë që në vlerësimin e mbledhjes së gjyqtarëve, zbatimi i vendimeve numër 118 dhe 120 të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar të shkallës së parë, si dhe vazhdimi i masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku, njëkohësisht zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë, rrezikon të sjellë pasoja që prekin interesa shtetëror gjatë ushtrimit të kompetencave kushtetuese të pushtetit ekzekutiv në drejtim të përcaktimit të politikave të përgjithshme shtetërore. Edhe për këtë arsye thot vendosi pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore, që do të thotë Balluku kthye në detyrë. Prençi, ç'ishte ky arsyetimi i le të themi i kushtetueses që pak a shumë arsyeton se ka bërë kërkesën ministri që cënohen interesa shtetëror? Shiko, ne vazhdimisht kemi debatuar që politika dhe ekzekutivi jep ndikimin e vet tek kushtetuesja, tek gjyqësori, tek prokuroria, edhe e jep këtë ndikim nëpërmjet presionit publik që bën kryeministri, që bën ministra, që bën pushteti ekzekutiv. Jo pa qëllim, kryeministri i Shqipërisë u fut në një fushat kërcënuese ndaj gjykatës kushtetuese dhe ndaj prokurorisë dhe GJK-s, sepse tha u mblodh
një gjykatës me një prokuror, tha dhe pezullon një sepse e mendonte që ky pezullimi është kompetencë vetëm e kryeministrit. Por edhe kryeministri dhe shumë persona të tjerë, përfshi dhe mua, po ta them, domethënë e pranoj që e them gabim, por duhet kemi parasysh një diçka. Ne kemi cilësuar edhe herë të tjera, nuk duhet ngatruar pezullimi si masë administrative nga pezullimi si masë shtrënguese, si masë sigurie. Masë ndaluesesh. Masë sigurie ndaluese. Pezullimi si masë sigurie është masë që e ka ekskluzivitet për ta marrë vetëm gjykata nga kërkesë sipas kërkesës së prokurorisë. Për parandalimin e ardhur si një pasojë më të rëndë për një çështje penale që është në hetim. Pra, në këtë koncept ne mendojmë që gjykata ka vepruar drejt GKK-ja, bazuar në kërkesën dhe argumentat që ka dërguar SPAK-u. Kryeministri i Shqipërisë e din këtë punë dhe është konsultuar, por për të arritur në një vendim të ndërmjetëm, e rriti presionin duke vënë në lojë dhe duke u tallur me prokurorin SPAK-un dhe GKK-n, njëherëzi dhe duke i intimiduar, i çonte mesazh gjykatës kushtetuese që unë po mprishet qeverisja, unë kam shumë gjëra për të firmosur. Por çuditërisht kryeministri i Shqipërisë, një nga ata gjëra që përmendi për të firmosur, përmendi dhe marrëveshjen me Kanadan për fluturimet ajrore. Por ndërkohë e firmosi vetë. Pra nuk që nga pengesë mosqenia në detyrë e zëvendës kryeministrës, se paska kush e firmoska. E firmoska dhe vetë kryeministri. Dhe e mund ta firmosi dhe zëvendës ministri, se prandaj ministria është person juridik, nuk është person fizik. Është person juridik dhe personi juridik, përveç se ministrit, ka si autoritet. Po, e kam atë vendimin. Tani, këtu, regjia të lutem ma kalon ekran të madh që ta lexojmë dhe për publikun. Tani, kjo është marrëveshja ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe Kanadas për transportin ajror dhe bëhet fjalë për mbështytjen për linjën direkte. Për këtë, kryeministri Edi Rama tha disa ditë më parë që pra, ky vendim i GKK-s ka penguar firmosin e kësaj marrëveshje sepse është pezulluar nga detyra zonja Belinda Balluku, Ministra e Infrastrukturës. Mirë po, ka vendosur që ta firmosi vetë. Tani, loj politike? Shiko, po ta shikosh me detaje, kryeministri i Shqipërisë vetëm se bën presionin por gjërat gjithmonë mos vetë dhe po që se kalon në revist kryeministri dhe kryeministri një vendi tjetër, firmën e kanë hedhur në shumë marrëveshje edhe zëvendës ministrat, sepse një çdo ministri ka 2 deri në 4 zëvendës ministra, të cilët kryen funksione politike përfaqësimi në mungesë të ministrit përkatës. Çka do thotë që nuk është pengesë për të firmos marrëveshje apo për të firmos akte. Problemi është që është rruga nëpërmjet të cilës kryeministri përcjell intimidimin, përcjell presionin, përcjell mesazhin që tu thot qytetarëve të Shqipërisë për t'i mashtruar që unë jam duke punuar, po nuk më lën gjykata, unë jam duke punuar për s'më lën prokuroria. Por në mënyrë kategorike, juristët shqiptar, qofshin ata që janë në SPAK, qofshin ata që janë në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, qofshin ata që janë gjykatës, qofshin ata që janë avokat, qofshin ata që janë noter, apo janë në detyrat e në funksione juridike të drejtorive juridike të ministrit, e kuptojnë që kryeministri bën loj fjalësh, por në fakt nuk ekziston pengesa për ushtrimin e funksionit, sepse e kanë këtë të drejtë. Dhe këtë e ka bërë dje, ndërkohë që... Ndërkohë që ai trumpetonte me të madhe që bëhet pengesë, vetë firmos, dhe shqiptarët e marrin vesh që nuk që nga pengesë. Por, unë lexoj ndërreshtë një gjë tjetër, nderuar Andi. Belinda Balluku do të ketë një dialog shumë të gjatë me drejtsinë. Rama e di shumë mirë këtë punë. Rama vetëm se ka nxitur gjykatën kushtetuese për të marrë një vendim të ndërmjetëm, gjykata kushtetuese për mendimin tim ka gabuar. Pse të duket i ndërmjetëm ky prençi kur është me afat. Gjykata është me afat. Dhe pse është me afat gjykata arsyetimin që ka bërë
Thot prek interesat të larta shtetërore për sa kompetencave, po data 22 të detyrës. Çfarë është data 22 për gjykatën kushtetuese? Është seanca publike plenare për shkak të interesit të lartë që ka në publik. Kush e ka këtë? Kush e ka këtë seancë? Gjykata kushtetuese. Kushtetuese pra. Po pikërisht. Gjykata kushtetuese, prandaj thamë ndërmjetëm sepse gjykata kushtetuese e kishte seancën në datën 22 janar. Pse duhet ta jepte këtë vendimin? Me fjalë ti thotë që shko. Po, ke 40 ditë. I thotë domosdoshmë në ky moment i kam përshtyp 40 ditë janë. Kam dhënë 40 ditë, 40 që tingëllon keq, sepse 40 atë janë për të vdekurit. Po 40 ditë janë ato. Data 12 dhjetor, 22 thonë 40 ditë në kohë. Po 40 mua nuk më pëlqen. Fakti që ka 40 ditë, ne 40 atë ja bëjmë të vdekurit. Rama e ka lshu Belinda Ballukun. Prandaj i ka dhënë afat 40 ditë. Prinçi, ajo që lexote kushtetuesja dje i thon 40 ditë që. Atëherë gjykata kushtetuese i nderuar, unë lexoj kështu. Unë po të them dhe gjë. Përse gjykata kushtetuese duhet të merrte vendimin për të shtyrë, për të hequr pezullimin e GKK-s vetëm për 40 ditë deri me 22 janar? Përse gjykata kushtetuese nuk e shqirtoi dje? Sepse kolegji zgjedhor nuk e shqirtoi. Ja kaloi mbledhjes së gjyqtarëve. Po. Gjyqtarët u mbledhën me datë 11. Përse nuk e mbyllën këtë çështje? Kushtetutshmëri pa kushtetutshmëri. Gjykata kushtetuese e nderuar në Republikën e Shqipërisë nuk ka të drejtë interpretative. Këtë të drejtë në rajonin e Ballkanit e ka gjykata kushtetuese në Kosovë dhe gjykata kushtetuese në Republikën e Maqedonisë Veriut. Por jo në Shqipëri. Preambula jon nuk e ja jep tagrin gjykatës kushtetuese as për të këshilluar qeverinë, as për të këshilluar parlamentin, as për të këshilluar presidentin. Pra tre boshtet. Por japim prokurorët në shpjegoj edhe nga pika më ligjore. Gjykata kushtetuese, fakti që nuk është shprehur për kushtetutshmërinë apo pa kushtetutshmërinë, por ka marrë një vendim ndërmjetëm për ta shtyrë deri në datën e shqyrtimit në seancë të hapur plenar. Pas 40 ditësh. Po pas 40 ditësh, pas më pëlqej kjo 40 ditësh. Okej. Atëre faleminderit Prençi. Karanxha, si e lexove këtë vendim? A është ky një vendim, le të themi, leximi i asaj se çfarë do ndodhi në datën 22 janar, është një vendim i ndërmjetëm që çdo gjë ndryshon në datën 22 janar? Ç'kuptove ti? Dhe a mund ta bënte kushtetuesja këtë rikthimin në detyrë? Ka si kompetencë për ta bërë? Që ta kuptoj. Rikthimi në detyrë bëhet me vendimin përfundimtar. Por pezullimi i një akti është në kompetencë të gjykatës kushtetuese konform në 45 ligjit për gjykatën. Ligj organik, po. Pra ka një ligj organik të brendshëm kur ka kërkesë nga pala, por qoftë dhe kryesisht mund ndodhet edhe kryesisht. Pra vetë gjykata kushtetuese kur konstaton një rast mund të procedojë në pezullimin e këtij akti. Pra është pezulluar dy vendime gjykate janë pezulluar sepse është vendimi i parë i cili është marrë në mungesë, sepse masa e sigurimit merret në mungesë. Dhe vendimi i dytë që është bërë zbatimi i masës që është marrë dhe në pyetje zonja Balluku para gjykatës, janë dy vendime të cilët janë pezulluar deri në shprehjen deri në marrjen e një vendimi përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Për koincidencë, siç e thatë zoti Premçi, është 40 ditë. Domethënë ka qenë diçka duke llogaritur, është dhe koincidencë që është fiks 40 ditë është lënë data e gjyqit, nuk mendoj tash. Tani të 40 e vendimit. Diskutimi dhe një herë tek puna e prokurorisë. Është prokuroria për mendimin tim Spaku ka zbatuar me korrektësi kodin e procedurës penale. Dhe konkretisht nenin 288 që parashikon procedimin për zyrtarët e lartë. Se i vetmi nen që është lënë, por ky është gjë tjetër që është nen që është pa titull, që është pak i 288 thuaj. Që po që është pak i pasakt nga formulimi gjuhësor, është nen i gjymtuar. Ky nen nuk është cënuar. Pra, një kryeministri, zëvendës kryeministri ose dhe ministrat e tjerë janë organe të administratës shtetërore. Kryeministri është organi më i lartë i administratës shtetërore. Fati që lidhi një marrëveshje. Pavarësisht se po ta vesh re vendimin e djeshëm që është lidh marrëveshja, propozimi është bërë nga ministri i jashtëm. Pra, organi kolegjial funksionon. Nuk është bërë nga ministria e Belinda Ballukut, është bërë nga një ministri tjetër. Ndërkohë,
Diçka tjetër që mund shtosha, neni 6 i ligjit numër 9000 të vitit 2003 që është për Këshillin e Ministrave, parashikon në mënyrë të qartë që ministri zëvendësohet në funksionin e tij administrativ nga zëvendës ministri. Ka një zëvendës ministër aktisht i vlefshëm. Pra dhe vet neni 6 referon të neni 34 i kodit procedurave administrative që kemi të bëjmë me një akt vlefshëm. Pra, akti... Unë e kam këtu atë, sepse do më duhet, me qenë se e dije që ju do ta diskutoni për ta shpjeguar pra audiencën. Neni 6 thot ministri dhe zëvendës ministri, pika 1, thot ministri përveç kompetencave ose detyrave që parashikohen në kushtetut dhe në ligjet e veçanta ushtron dhe detyra të tjera që ngarkohen nga Këshilli i Ministrave ose nga kryeministri. 2. Zëvendës ministri zëvendëson ministri në kuptimin e pikës 1 të nenit 34 kodit të procedurave administrative. Zëvendës ministri emërohet dhe lirohet nga detyra nga Këshilli i Ministrave me propozim të kryeministrit, me urdhër të ministrit, zëvendës ministrit caktohen dhe detyra të tjera përveç zëvendësimit. Pra, ne kemi pas raste që edhe mbledhja e qeverie nuk merr pjesë ministri, është zëvendës ministri. Kemi një praktikë tashmë. Pra po më thua që edhe pse Balluku u pezullua nga GKO, mund të ishte automatikisht zëvendës ministri që merr kompetencat. Zëvendës ministri që merr kompetencat. Në mënyrë automatike. Edhe mbas në nenin 34 të ligjit për të kodit procedurave administrative ka zotësi të plot për të vepruar për nxjerrjen e një akti administrativ. Megjithatë, është gjykata që do ta çmoj nëse jemi para shkeljes së nenit domethënë jemi përpara rastit ku duhet marr autorizimi në parlament. Por me këto dispozita procedurale, neni 288 dhe neni 242 që është marr masa e pezullimit, prokurori nuk ka asnjë lloj pengese të kërkojë gjykat pezullim. Aq më tepër që është vendosur nga gjykata kjo mas, është vlerësuar si e lishme. Thash, neni 242 kemi diskutuar, ka vetëm një paragraf në fund. Ky vendim ose kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur ndaj ligji elektoral. Ligji elektoral është i qartë, është kodi zgjedhor, sepse ne nuk kemi ligj tjetër elektoral. Dhe është i qartë, ligji elektoral është kodi zgjedhor. Që janë 3 subjekte të zgjedhura direkt që është vullneti i popullit. Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë ose parlamentit, kryebashkiaku dhe këshillat bashkiake. Pra asnjë nga këto. Tani neni 288 është respektuar, ky nen është respektuar sepse është funksion administrativ. Belinda Balluku thua që 288 dhe pse është i paqartë atë ligj ka pas prokurori atë ka zbatuar. Atë ka zbatuar dhe të gjithë sepse ka lënë neni 288 ka bërë shumë probleme. Kemi parasysh dhe rastin e zotit Berisha. Është neni për masat e sigurimit kur caktohen ndaj deputetit, ë? Po, është lënë i paqartë dhe te rasti i zotit Berisha, pra shifre. Andi nuk ka as titull. Nuk ke shifrën e gjithë në kodit procedurës penale, ke me titull. Dhe e dyta, masat e sigurimit për cilët duhet t'i drejtojë parlamentit, për kryeministrin, ministrat dhe për deputetët duhet ishin me numra nenesh. Pra, për shembull, arrestin burg, arrestin shtëpi, arrestin burg është neni 238. Duhet ishte bërë për masë sigurimit. 237 arrestin shtëpi. Tash heqja e lirisë në çdo lloj forme është çunë gjykatë kushtetuese. Kur ndaj një deputeti. Po pra, këtu duhet ishte përcaktuar sepse këtu sepse shiko, kur ndaj një deputeti, sepse ministrin nuk mund ta parashikoj ligji sepse ministër mund bëhet dhe një që s'është deputet. Zëvendës kryeministër, po këtë pa duhet ta ndajë, se shifre. Po sepse nuk ka, shiko, nuk ka imunitet ministri, ka deputeti. Ka imunitet ministri, se Jo, mos u gaboni. Jo. Prençi e kemë kushtetut. Po jo, më vllai. Antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit, ke bilozdaket regjia, por e ke në kushtetutë. Po jo në këtë rast. Imunitetin si funksion shtetëror, por jo imunitetin si imunitet, se nuk është personi i zgjedhur. Është personi i emëruar. Po pra, imunitetin e gëzon kemi bërë interpretimin e kësaj 100. Ja, urdhë. Antarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Tani, për çfarë? Edhe marrin pra e ka për çfarë e gëzojnë imunitetin? Nuk arreston dot në flagrancë. Zotëri. E arreston vetëm në flagrancë, nuk arreston dot ti pa marr leje tek kuvendi. Ky ç'i bie? Po mirë pra, përse ja jep të drejtën gjykatës ligji për ta pezulluar? Ja e ka ekskluzive. Po kjo kërkon interpretimi tani. Pezullimi si mas sigurie, zotëri. Kurse deputetin nuk e pezullon, deputetit ja heq pasaportën, deputetit i jep detyrim paraqitje, por nuk i jep dot arrest shtëpie,
Dhe arrest me burg. Dhe nuk e pezullon dot nga funksioni i deputetit. Edhe treta nuk i bën kontrollin personalin dhe banesës. Po kjo pra duhet ishin të sqaruar. Tani po nuk mund t'i sqaroj, duhet të sqaroj sepse është një patitur. Unë prem them kjo është bërë qëllimisht. Tani se kush e ka bërë duhet parë sepse është ndryshuar me ligjet e fundit. Mirë, kjo e bëra qëllimisht u bën nga Majta. E Majta ka godituar Majtën, i ka bërë kryeministri i Shqipërisë nuk e di, një deputet nuk mund të pezullohet për faktin se deputeti fundit është zgjedhur nga ligji. Është zgjedhur nga ligji, por nuk ushtron funksion të përdorimit paras publike. Kurse gjykata ka kompetencë për ta pezulluar një zyrtar të lartë, qoftë edhe ministër dhe zëvendës kryeministër, se qoftë edhe ministër më nesër, se mund të lajthis kryeministri edhe mund të tradhojë Shqipërinë. Kush do të ndërhyjë për ta parandaluar të keqen që mund t'i vijë kombit Shqipërisë? Po gjykata pra, drejtësia. Tani. Prandaj dhe nuk duhet ta interpretojmë tillë, ai të pezullon funksionin sepse ti keq përdor fondet publike. Vjedh. Kurse një deputet çfarë do vjedhë, rrogën e vet, se s'ka marrëdhënie me lekun. Formulimi i kësaj gjithë ky debat që po bëhet është për këtë punë. Prandaj ti e ke pas në dorë ta kishe sqaruar këtë punë ti. Kur plasi kryeministri është i pari i vendit, janë Ministria e Drejtësisë që merren me kodifikimin. Pra nenë të tilla me shprehje të ndryshme, domethënë që lën sepse këto nuk është se po them është një debat gjyqësor ose ka disa praktika që janë nda 4-4. Këtu bëhet fjalë për të saksuar që qoftë kryeministri, qoftë ministri, qoftë deputetët duhet ta dinë në mënyrë të qartë se për çfarë masa sigurimi shkohet në merret autorizimi në kuvend dhe për çfarë masa procedohet kryesisht. Sepse kjo ka lind problem dhe me rastin e zotit Berisha. Po të keni parasysh që u bën lëmsh. Një pyetje prokuror. Për te interpretimit dhe për te interpretimit dhe të shkruar e zeza në të bardhë. Ndonjë komentar e parashikon në gjë të tillë? Komentari është copy paste kjo dispozit. Po jo, pra nuk ke, pra për dispozitat të tjera, për dispozitat të tjera, po. Mjeshtrat e jurisprudencës shqiptare kanë bërë komentarin. Po. Për këtë pse se ka bërë? Kjo është edhe pa titull. Përse se ka bërë komentari? Pse se ka nuk është fut komentari? Që të futët kjo dispozita dhe të bëj një koment. Atëherë pse u bë kjo Prençi? Faleminderit Karan. Shiko, ne kemi a u bë kjo qëllimisht nga të majtët që në një moment Rama të vije përballë kësaj vështirësie se çfarë do bënte me ministra zëvendës ministrat e vet? Unë nuk e mendoj se ka pas mendje kaq të holla që të parashikojnë që një ditë të bukur do të kemi një ngërç të tillë. Problemi qëndron që me krijimin e reformës në drejtësi, me krijimin e SPAK-ut, se ky është ligji 2017-s. Unë e kuptoj. Problemi qëndron, unë nuk mendoj që ka pas ndonjë mendje të ndritur, që ta ketë hartuar të tillë edhe ta ketë lënë edhe pa komentuar, me qëllime largpamse. Por ka një problem. Ne duhet të bim dakord. Ne jemi vasal si shtet. Okej. Po e pe ti në procedurat e zgjedhjes e të përzgjedhjes, gjithë bota ishte e ti. Ambasador më thash. E kemi pjesë dyta. Ndonjë shqiptar, po jo, pa di pse është kjo. A pa në zyrtar të lartë shtetit shqiptar aty? Jo. Pse po e them jemi? Ka konflikt interesi. Se le kur i bëjmë ligjet, i bëjmë me vrap, i bëjmë të diktuara, nuk i bëjmë me kam në tokë. Ne kemi bërë përpjekje vjet dhe si mjet. Jemi futur të ndryshojmë kodin penal, ndërkohë që ne vuajmë për ndryshimin e kodit procedurës penale. Prençi, nëse jemi përballë në datën 22 janar, kushtetuesja lë në fuqi këtë vendim që mori dje, që balloku të rinë detyra, jemi përballë një standarde të ri kur ministrat mund të jetohen, por jo të preken funksionalisht, pra nga pikpamja e funksioneve, le të themi administrative që kanë, në emër të stabilitetit qeverisës, në emër të kompetencave dhe mos dhe kushtetueshmërisë të tyre. Stabiliteti i qeverisës në një mazhorancë me 86 mandate është i garantuar 100%. Por kurse nuk mundët të mendojmë në një shtet demokratik që stabiliteti i qeverisës duhet parashikuar dhe menduar dhe paramenduar me persona të caktuar, qofshin këta dhe të implikuar në veprimtari të larta korruptive dhe shpërdorim të detyrës dhe fonde publike. Nuk kanë arsye shqiptarët
ti gënjejmë ne që po nuk që Belinda Balluku atje nuk funksionon Ministria e Infrastrukturës. Belinda Balluku është një personazh që e din gjithë shqiptarët pa shkollë. Pa shkollë fare. Kujtohet rasti i Gent Sakajt, që ministri nuk më kujtohet, ministri jashtë që mori kompetencat vetë Rama. Po Rama, sepse ai edhe kur dilte me recituar vjershat e Naimit, gabonte se nuk i kishte mësuar mirë. Ishte shumë i trumpetua me të madhe që është një person inteligjente, kaq gjuthuj, por jo, nga pikpamja që Rama mori funksionet, i mori funksionet për të bërë ministri jashtë. Po dhe djeja mori Ballukut se firmosin marrëveshjen. Firmosin marrëveshjen e fluturimit me Kanadaan. Por Balluku mund të i thyej rekord për reklamat që ka bërë në për kantierët, ku ka vjedhur, ku ka abuzuar me fondet publike. Por nuk është Balluku një personazh i botës së shkencës, apo i profesioneve të lira, apo i profesioneve të inxhinierike apo doktoresh shkencash, që tjetë e pazëvendësueshme. Balluku edhe një shkollë të lartë që e ka marrë në Universitetin e Shkodrës. Ne nuk e kemi nga pikpamja e individit. Të lutem. Ne kemi te pikpamja e ndërhyrjes së pushteteve tek njëra tjetra. Zotëri. Shtelbi. Balluku është krejtësisht e zëvendësueshme. Balluku ka bler një diplomë në Shkodër, por nuk përfaqëson qoftë edhe një intelektual të thjeshtë në një nga zërat, në një nga fushat e jetës. Pra është plotësisht e zëvendësueshme dhe Rama nuk mund justifikohet që pa Ballukun vdes qeveria. Kurse për çështjet e kompetencave ta kam thënë, edhe po e përsëris edhe do e përsëris tërë jetën. Pavarësisht se çfarë niveli e kam unë juridikun edhe profesionalizmin në këtë fushë, unë jam ekspert në fushën e rendit dhe të sigurisë publike, por e kam mbaruar fakultetin juridik dhe e kam ushtuar për 30 vite në profesionin e oficerit lartë të policisë dhe di të bëj një interpretim të kompetencës administrative me kompetencën si mas sigurie. Zotëri, si 2 pika ujë, si postulat 1 dhe 1 bëjnë 2, kompetencën administrative e ka kryeministri për ta pezulluar. Pra nëse kryeministri i Shqipërisë do zbatonte vendimin e gjykatës, ta marroj deri në fund. Po qëse kryeministri do ta zbatonte vendimin e GKK-s, duhet të mlidhte qeverinë dhe të nxirrte një vendim administrativ në zbatim të vendimit GKK-s për pezullimin e zëvendës kryeministrit. Kjo quhet mas administrative. Nxjerrja e një vendimi gjykate bazuar në kërkesat interpretative dhe argumentuese me prova nga prokuria e Spakut, është mas sigurie për parandalimin e ardhes së një pasoje të rëndë raport me një çështje në hetim, që ka të bëjë me intimidimin e dëshmitarëve, të personave të implikuar në veprën penale, prishjen e provave. E legjitimoi kushtetuesja këtë dje me rikthimin e detyrë për 40 ditë? Absolutisht në mënyrë kategorike. Gjykata kushtetuese i ka shërbyer vetëm vetes, duke i dhënë mundësi të argumentimit kushtetues dhe nuk e ka marrë në konsiderat çfarë dëmësh dhe çfarë pasojash mund të sjelli. Qëndruarit e Belinda Ballukut në detyrën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit së infrastrukturës, sepse prej ditës djeshme po diskutojmë. Ka 40 ditë kohë, po diskutojmë. Cënohen provat, cënohen dëshmitarët? Absolutisht po. Sepse Belinda Balluku nuk është e pandehur vetëm. Është me të gjithë zinxhirin komandues të drejtorive më të rëndësishme, qoftë ARSH-s, qoftë Keshit. Pra 2 drejtoritë. Pa llogaritur drejtorinë që ka për koncesionet, që Belinda Balluku nesër po them unë, do të jetë një nga personazhet më të akuzuara dhe me prova për çështjen e ekoparkut. Belinda Balluku do jetë përgjegjësja e çështjes së koncesionit të aeroportit të Belinda Balluku tani do 40 ditë ka për të shfrytzuar në maksimum për të përmirësuar dhe për të fshehur provat dhe për të tjetërsuar provat për 13 çështje koncesionesh dhe investimesh strategjike të qeverisë shqiptare ku ka dorë personalisht Belinda Balluku. Duke filluar që nga tigrat,
që nuk janë ndezur asnjë ditë dhe kanë shpenzuar 100 milion euro, aeroporti, Spaku këto 40 ditë është duar kryq, nuk ka ç'bën, është duar lidhur më fal. Jo, në mënyrë kategorike, por Spaku e kanë filluar ta thonë edhe këto të opozitës se nuk janë prej guri. Tani nëse Spaku merr mesazhin e intimidimit nga kryeministri i Shqipërisë dhe shikon se çfarë lër, por un kam mendimin tjetër që do ndërhyjnë ndërkombëtarët, se nëse Rama do ta hedhë një hap me tutje dhe nëse do vritet, Më lër ta bëj pyetje? jo nëse vritet, por nëse plagoset Spaku dhe GKV-ja, Rama i ka punë keq me ndërkombëtarët. Ta bëj pyetje? Çfarë ndodh nëse kushtetuesja legjitimon kërkesën e kryeministrit në datën 22 janar, Belinda Balluku rri në detyrë, ku do shkoj Spaku, nëse shkon në kuvend, nuk e merr, sepse Rama ka thënë që nuk lëshoj askënd, ne po e marrin të mirëqen këtë që ka thënë kryeministri. Çfarë do bëj tani? Çfarë do bëj tani Spaku se duket sikur ja lidhin fare duart? Për ta pezulluese. Pezullo. Unë nuk jam nga ata që them ndërkombëtarët do sillin prokurorët e vet edhe do arrestojnë kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin. Jo. Por marrëdhëniet me Amerikën dhe me Bashkimin Evropian do të shkojnë në ngrirje të plot në raport me drejtësinë. Ti je i bindur. Faleminderit Prençi. Tani, e njëjta pyetje është edhe për ju, Karanxha. Unë kam gjithnjë tek ana, le të themi e formale e ligjit për ta shpjeguar dhe që lidhet me funksionet. Pra, nëse ne pezullojmë pezullimin e një ministri si kushtetuese, e lëm 40 ditë këtë person, e rikthejmë në detyrë, le të themi është ky një precedent që kufizon drejtësinë, le të themi, duke marr stabilitetin e qeverisë si thelb të gjës, funksionalitetin e qeverisë. Tani Andi po e bën pak thjesht. Ma thjeshto, do ishte shumë. Një ministër akuzohet se në vendin e tij të punës realizon vepra penale. Po. Se dhe vendimi i gjykatës kështu thot, rrezikon të kryejë vepra penale të tjera, rrezikon marrjen e provave. Pra kemi kodin e procedurës penale që ka mjetet e tij që në rastin konkret Spaku ka vendosur me kërkesë për mas sigurimi sepse masa vendoset nga gjykata. Nga ana tjetër kemi kushtetutën stabilitetin e pushteteve. Tani kush do vetë në proporcionalitet, sepse ky është proporcionaliteti. Po. Neve diskutuam që prokuroria ka zbatuar me korrektësi kodin e procedurës penale, ligjin. Okej. Prokurori po t'i veni re, edhe kushtetuta është pjesë përbërëse e ligjeve, por kanë tavolinë kodin e procedurës penale. Prokurori thot, sepse dhe masa sigurimit thot, rrezikohet marrja e provave, është çështja në hetim, ka koncesione tjera që po hetohet. Tani, në rastin konkret do të bërë, thash edhe një herë, gjykata do bëj balancimin. Pra, për hir të një pushteti, sepse mund gjehet forma tjera. Shteti ka forma tjera shfryre. Është rasti i zëvendësit, por neve kemi pas në historinë tonë të rastin e qeverisë nano, që nuk i kalonte ministra në parlament dhe ka ecë me zëvendës ministra, po të keni parasysh, sepse roli i kryeministrit me kushtetutën e re pra njësh është i pari, po të keni parasysh. Mund të binë gjithë ministrat postra njëshi qeveria ecet. Ligji për këshillin e ministrave, ligji numër 9000 ka parashikuar që zëvendësi ka funksionet administrative, pra kemi pas raste që edhe në mbledhjen e qeverisë merr pjesë zëvendës ministri, ka raste që është marr pjesë. Unë kam pasur shumë raste. Madje po të them një rast që kam pasetu vetë çështjen Durrës Kukës, një nga vendimet shumë të rëndësishme për këtë rrugë ka qenë zëvendës ministri i cili ka marrë pjesë, ka qenë Gjergj Bojaxhiu, zëvendës ministri i transporteve atëherë, ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë. Pra ka një mënyrë funksionale. Gjykata kushtetuese do shohë proporcionalitetin. Pra një person që bën vepër penale, gjithmonë pa e paragjykuar, është parimi prezumimit të pafasisë. Po këtu kemi të bëjmë me një vendim gjykate, se gjykata thotë rrezikohet marrja e provave, rrezikohet kryerja vepra të tjera se po hetohet për disa vepra. Veprat për cilat hetohen kanë një pasojë shumë të rëndë sipas pretendimeve të prokurorisë. Pra, domethënë, duke u balancuar shifet, mund zëvendësohet ky njeri apo të vazhdojmë sepse po cënohet. Këtë do ta shohë gjykata. Unë theksoj dhe ritheksoj. Jo se pa qëllim, sepse kemi pasur shumë debate në lidhje me prokurorët. Prokurorët e Spakut kanë marrë një masë proporcionale. Është marrë masë proporcionale. Duke llogaritur rastet e tjera, që kemi raste të tjera për çështje veshmbathjesh e tjera që e kanë lënë janë njerëzit në burg pa afat. Rasti Velie. Rasti Velie, atëherë këtu është marrë proporcionale dhe edhe për raste të tjera, edhe për qytetarët e thjeshtë që po kalben burgjeve për 1 gram drogë. Pra, është tash ky rast është Spaku ka respektuar ligjin.
mendoj, dhe gjyqin domethënë do jetë gjykata që do ta çmoj. Por mos harrojmë, kemi disa çështje penale që po ndiqen, është loti numër 4, është këto ekoparku, tigrat e Malezisë. Rrezikohet prishja e provave, janë 40 ditë dispoziton në vendimin e gjykatës. Tash provat lind pyetja ku merren. Ku është bë tendri? Tendri nuk është bë në Kashar. Tendri është bërë te ministria. Aty prandaj ti duke pas ministria të RSH-ja, janë organet në varësi direkte të ministrit. Parim dhe nga ka dhe gjë që më kujtua. Shiko, vitet e fundit, shumicet e vendimeve të qeverisë shqiptare i ka firmos zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Pra, doman u punua ka me zëvendësa. Po pse ke ministria nuk mund të punosh me zëvendësa? Pyetje. Këtë nuk e dim, Jo më ke plot vendime të qeverisë që firmosen nga zëvendës kryeministri. Në mungesën me porosi, zonja Belinda Balluku. Edhe atje tash gjithçka ti andi dhe diçka që duhet të jemi korrekt. Rrezikimi i marrjeve të provave, rrezikimi i kryet veprave penale nga ana e SPAK-ut duhet provohet dhe jo të supozohet. Për shembull, marrim rastin e Velias për krahasim. U dyshua që një dëshmitar ishte thënë që këtë shtëpi thuaj që s'është e imi as e jote, apo për një çështje shtëpie. Shumë bukur është korrupsioni, u kap shtëpia, u shem, u bosh gjë tjetër. Ktu po diskutohet me miliona euro. Kupton? Pra domethënë, për një dëshmitar që ti i the atij kështu, jo fol kështu, fol ashtu, u qyt prishje provash. Po këtu që ke gjitha tendrat që janë varësi direkte. A nuk prishet prova këtu? Është shumë e mundshme thua. Këtu domethënë është e mundshme, por thash duhet të jetë e provuar. Pra duhen parë konkretisht çfarë provash, konkretisht çfarë çështësh dhe po mos do të ka po tani Belinda Balluku, më fal. Po. Nuk është nga ata njerëz që tani e ka marrë vesh ai se me telefon je i zbardhur. Tani ajo këto 40 ditë nuk do punoj më me telefon. Do punoj me kontakte. Do shkoj ti kontaktoj me korrier. Dhe do të rregulloj shumë gjëra. Ndaj edhe unë them që gjykata kushtetuese për këto 40 ditë ka hyrë parcel të huaj. Karanja, përpara se të kaloj tek Prençi sërish për këtë çështje. Tani, nëse kushtetuesja pas 40 ditësh vendos se i bie nga 40 shkon 50 ditë, se do janë 10 ditë zbardhë vendimi, të arsyetohet i plot, do vendosin në favor të GKK-s. Që i thot GKK-s, ju kishit drejt, duhet pezullohet. A do thotë që ky rikthim në detyrë ishte thjesht sa për të fituar kohë qeveria? Bëri punë presioni kryeministrit. Unë nuk mund ta them, domethënë, gjykata kushtetuese, domethënë mbajti një vendim, ne respektojmë vendimin e saj, siç ka qenë dhe vendim me pakicë, kuptimin domethënë është vendim me pakicë, sikur 1 nga 5 shkote këte ai vendim mbite. Domethënë, duke lexuar dhe vendimin e pakicës dhe të shumicës, po kemi rregull. Neve do i referohemi gjithmonë shumicës, çka ka venduar do ta respektojmë. Mendoj që SPAK-u këtë çështje duhet ta shohim me vendimi me pakicë 5-3 është duhet pranuar që është një vendim shumë i sforcuar. Po, domethënë ka edhe analizë shumicës është, domethënë analizë pakicës është pak shumë. Por fiton shumica fiton dhe ne do t'i qëndrojmë. Do ta respektojmë. Do ta respektojmë dhe nuk, domethënë do komentojmë për 40 ditë. Nuk komentojmë gjyqtarët pse e morën, ata kanë bindjen e brendshme, ne diskutojmë sikur ndodhi kështu. Pra ne është gjitha çështje bindjesh. Vjen gjithnjë nga çështje bindje kjo Karanja, nëse ne shohim anëtarët e gjykatës kushtetuese që janë niveli më i lartë, kupola më e lartë e drejtësisë, a janë këta të intimidueshëm e kanë pyetjen? Në një formë apo në një tjetër? Gjyqin e kalon afër, se mund ta lënë në gjyqin edhe në mars për shembull. Mund ta lënë afër, e kalon dhe afër që tani SPAK-u për këtë çështje, duke qenë se është para situate të tillë, nëse rrezikojnë provat gjithmonë pa e paragjykuar, këtë çështje do të jetë çështje prioritare. Duhet shtohen dhe numri prokurorëve, jo vetëm një, duhet të jenë disa dhe numri oficerëve, që çfarë janë prova për të marrë për këtë çështje duhet zbardhur. Gjatë kësaj kohe, këtë duhet bëjë. Po, duhet zbardhur se tash është me një pozitë të vështirë, sepse ti ke marrë një masë që sigurohet, domethënë që mos jetë në detyrë se prishën prova dhe kjo mastra, ti je i detyruar të kërkosh provën. Pra domethënë të shkosh aty ku është fronti më dhe ky front është emergjent front thojse se s'është front aty do bëj prokuror. Detyrat e vet. Në vendimin e gjykatës kushtetuese janë reflektuar problematikat që ka ngritur kryeministri i Shqipërisë në raport me prishjen e balancës pushtetit ose anomalinë që i vjen pushtetit ekzekutiv. Dhe i ka reflektuar gjykata kushtetuese në argumentimin e vendimit, po e thomit ndërmjetëm ose të vendimit paraprak. Po, prishje interesave të larta shtetërore. Po relacionin që ka dërguar SPAK-u
dhe është reflektuar në vendimin e gjykatës GKK-s, përse nuk e ka reflektuar fare që t'i vente në balancë? Sepse fitoi shumica. Gjykata kushtetuese. Duhet kishte këto argumenta dhe këto argumenta. Kam idenë ishte një vendim i pjesëm i argumentuarit dhe mendimi i pakicës do jetë. Megjithatë unë këtë them, domethënë, i theksoj sa është parimi i proporcionalitetit. Një person dyshohet për vepra penale, jo për këtë rast, po e marrim një rast tjetër. Një ministër rrezikon, po marrim rast hipotetik. X ministër. Rrezikon lidhe me grupet kriminale të bëj vepra të tjera. Neve themi jo, ne duam në detyrë se duhet funksionojë shteti se do vjen firmat. Tani, një person që dyshohet për vepra penale janë dy mjete, mjetet procedurale dhe mjetet morale. Mjetet morale, siç ndodhi me Frederica Mogherini, dha dorëheqjen nga gjithë vendet e punës, u mor një nuk është marr as e pandehur, por nënë e tim u bën një kontroll, stop tha unë nuk mund të rrim. Ktu s'ndodh ajo. Kjo hiku e para. Pra neve synojmë të shkojmë në Evropë, ndërkohë që praktikisht jemi shigjet tjetër. Pra domethënë nuk njihet kjo punë. Domethënë aty. Dhe e dyta këto raste kur ka vepër penale prevalon kodi procedurës penale. Është interesi publikut. Pra, interesi publikut është parandalimi, se një nga qëllimet e kodit penal, po të kesh parasysh në 1, 2, 3 dhe janë në vijim, është parandalimi i veprave penale. Neve s'mund të lejmë ezin. Dhe detyrat e policisë shtetit janë vënë në 30 kodit procedurës penale. Po mirë, zoti prokuror, kur nuk ekziston ki morali i dorëheqjes si në BE, me çfarë morali apo imoraliteti tentojmë të shkojmë BE? I tha Karan jemi shigjet tjetër, tha. Jemi tabel detyruese në vend tjetër. Tabel blu. Okej, mirë. Pyetja e fundit Prençi për ta përmbyllur këtë pjesë, do të kalojmë tek zgjedhja e kreatorit të SPAK. Klodian Braus rrin edhe një herë këtu. Edhe një herë, Prençi, a rrezikojmë ne që me vendimin që do marrë gjykata kushtetuese nëse ne e merr në favor të kryeministrit, i kemi prerë krahët një herë e përgjithmonë SPAK-ut për tetuar zyrtar të lartë dhe për t'i bërë realisht përgjegjës kur ata janë përgjegjës, sepse duhet kuptojmë një gjë që edhe zonja Balluku që ne diskutojmë, që ndoshta mediat her pas here sulmojnë jo, po bënin gjyq publik përkundrazi, ne analizojmë, shqyrtojmë, bëjmë gjithnjë presion pozitiv ndaj institucioneve për të reaguar ashtu siç do duhet të reagojnë, sepse prezumohet e pafajshme dhe zonja Balluku. Rrezikojmë t'ia presim krahët njëri për gjithmonë drejtësisë. Do ta lidh me dy momente. Do ta lidh me prezencën e gjithë ambasadave të akredituara në Republikën e Shqipërisë në procesin e përzgjedhjes së kandidaturës për kreun e SPAK-ut. Po kështu edhe të BK-s. Çka do të thotë që ndërkombëtarët u shprehen me nota maksimale për ish drejtuesin e SPAK-ut dhe u shprehen se mezi presim të bashkëpunojmë me zotin Braho për ta çuar përpara çështjen e luftës kundër kriminalitetit dhe korrupsionit në nivelet e lartë. Do të kalojmë tek çështja e dytë me qenë se po rritu. Jo, vetëm ta e bëra këtë lidhje. Unë jam i bindur që sot më shumë se kurrë, pra pardje, më shumë se kurrë, prezenca e autoriteteve evropiane dhe ato amerikane në institucionet e drejtësisë ku nuk u duken qoftë edhe presidenti i Republikës për të qenë atje në procesin e zgjedhjes kryetarit, po them kot presidenti, po një autoritet tjetër, që nuk ka konflikt pushtetësh. Fakti që ishin vetëm amerikanët dhe evropianët tregon shumë. Po, tregon shumë. Tregon që ata nuk kanë ardhur këtu dhe nuk kanë në moto mbështetjen e korrupsionit dhe mbështetjen e kryeministit. Kanë mbështetjen e segmenteve drejtësisë për të luftuar korrupsionin e këtyre që mungojnë aty. Dhe në këtë këndvështrim unë them që SPAK-u dhe GKK-ja do të ecin shumë përpara. Kam bindjen absolute, duke patur parasysh sepse unë kam thënë edhe po s'të lë kushtetuesja, Prençi në rast se nuk e lë kushtetuesja, thotë ti nuk e pezullon dot. Ti nuk e heq dot provat nga duar nëse rrezikohet të prishen. Nëse vendos kështu, ne po bëjmë një hipotetike. Të thash ka hedhur një hap ndërmjetëm, po përfundimi do të jetë ndryshe. Përfundimit besoj që do të jetë ndryshe sepse në fund të fundit bëhet fjalë për një nivel shumë të lartë korrupsioni dhe mos mendojmë vetëm kaq. Për segmentet qeverisë shqiptare ka hetime edhe për te Adriatikut. Sepse gjurmët e zyrtarëve të lartë
të Shqipërisë në raport me korrupsionin dhe shpërdorimin e fondeve kanë mbritur deri përtej oqeanit, edhe në gjithë botën rreth e qarknesh. Kështu që sipas informacioneve, janë verifikuar dhe kanë dalur pozitive edhe transaksione bankare në shumë të mëdha, por ka dhe probleme edhe me botën e nëndeshme të grupeve kriminale. Në raporte me zyrtarë dhe lashtë implikuar në korrupsion dhe shpërdorimin e fondeve publike. Dhe besoj që këtë informacione kanë më detajuar ndërkombëtarët. Këta zotërin këtu. Po, këto e kanë informacionin. Edhe besoj që këta do jenë realisht dhe kur këto të jenë një ushtri në krah të SPAK-ut dhe GKK-s, edhe në krah të BK-s, nuk besoj që gjykata kushtetuese do të bëj argumente të tilla, sepse në fund të fundit një gjykatës kushtetues nuk është i përjashtuar nga të ndjekurit penalisht. Sepse nëse sigurohen prova që format e intimidimit të gjykatës kushtetuese janë të paligjshme, nga mund të fillojnë edhe hetimin ndaj tyre. Okej, mirë, ne duhet ta shohim deri në fund se si do të shkojë procesi. Siç e tham edhe një herë, zonja Balluku është rikthyer për 40 ditë në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe si zëvendëse e kryeministrit, pra si zëvendës kryeministre. Kështu çmoi gjykata kushtetuese me një vendim të ndërmjetëm, siç e tha edhe Prençi dhe siç arsyetoi dhe mëtej Karanxha, duhet presim vendimin përfundimtar. Gjithë analiza jonë ishte një analizë që, siç e thash edhe një herë, ndoshta shpesh mediat, gazetarët, analistët, ekspertët ndryshëm mund të kritikohen për atë të cilën e cilësojnë si një gjyq publik, por më besoni, ne si media dhe kushdo tjetër, të gjithë të ftuarit, panelistët, jemi për diçka pozitive. Jemi gjithnjë për të inkurajuar organet e drejtësisë për të shkuar çështjeve hetimore deri në fund, zyrtarë të lartë të lidhur me krimin organizuar, të cilët janë të implikuar në korrupsion, të hetohen dhe të çohen, të përballen me akuzat që kanë në raport me drejtësinë. Sigurisht ne inkurajojmë organet e reja të drejtësisë, siç është SPAK-u dhe gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që të mos stepen edhe në raste të intimidimit, por sigurisht përpiqemi të ngremi një nivel të lartë të ndërgjegjes së publikut për të kuptuar realisht atë çfarë po ndodh. Kurse si, nuk bëjmë gjyq publik dhe ajo që ne bëjmë është ngritja e presionit pozitiv. Çdo kush i cili merret në netim nga SPAK apo ndoshta i ngrihet edhe një akuzë merret i pandehur, ma besoni që deri në fund të procesit ai prezumohet i pafajshëm dhe është gjykata e cila çmon nëse ky person është fajtor apo jo, dhe ne kësaj do t'i qëndrojmë. Gjithkush deri në këtë moment që ne kemi, le të themi, çështjet e fundit, të gjithë prezumohen të pafajshëm, qoftë Velia, qoftë Balluku, e të tjerë. Me radhë, prandaj përpiqemi të jemi të kujdesshëm tek narrativa jon në formën e analizës, në mënyrën se i trajtojmë, sepse është GKK që vendos nëse një zyrtar është i korruptuar apo është i lidhur me krimin organizuar, pra ka kryer një faj, një vepër penale në kurriz të interesave të shtetit. Ne ndalemi tek një tjetër çështje, zgjedhja e kreut të ri të SPAK, zotit Klodian Brau, i cili në datën 19 dhjetor, vetëm pas jave, merr detyrën. Dumani lë aty stafetën dhe Dumani kthehet në një prokuror, le të themi i zakonshëm në prokurorinë speciale. Ne ndjekim se si u dha vendimi, sa vota mori Klodian Brau, ndryshe nga Dumani, reagimin e ambasadës amerikane në raport me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-u dhe sigurisht një profil të Klodian Braus. Do diskutojmë shumë kush është kreu i ri dhe çfarë do bëjë ndryshe nga Altin Dumani. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodian Brau në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mandati i prokurorit Brau në pozicionin e drejtuesit është 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje, duke filluar nga data 19/12/2025 deri në datën 19/12/2028. Ky është momenti kur prokuroria e posaçme njihet me kreun e saj të ri, prokurorin Klodian Brau, i cili do të drejtojë këtë institucion deri në vitin 2028. Ndryshe nga paraardhësi i tij Altin Dumani, i cili brenda pak ditësh pritet të dorëzojë stafetën Braus, ky i fundit fitoi bindshëm me 7 vota pro. Ajo që u vorrej ishte një prani e madhe e ndërkombëtarëve, të cilët ndoqën nga afër të gjithë procesin e zgjedhjes së kreut të ri të SPAK. Për shumë që komentuan këtë çështje, zgjedhja e Braus nuk ishte surprizë. Me sa duket ai ishte sërish një emër i shëndetshëm për marrëdhëniet e forta me partnerët tanë strategjik në luftën kundër korrupsionit, por veçanërisht
kundër krimit organizuar. Madje vetë Shtetet e Bashkuara nëpërmjet selisë së tyre diplomatike në vendin tonë uruan kështu. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë Altin Dumani për shërbimin e tij të pashembull si kryeprokurori SPAK. Integriteti dhe guximi i tij në mbajtjen e kriminalëve përgjegjës kanë forcuar bashkëpunimin mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, duke na bërë më të sigurt nga kërcënimi i krimit ndërkombëtar dhe trafikut të drogës. Ne presim me kënaqësi të vazhdojmë partneritetin ton të fortë me kryeprokurorin e ri të posaçëm Klodian Brau në rolin e tij të ri në krye të SPAK. Por kush është Klodian Brau? Le t'i bëjmë një profil të shkurtër. Ai përfaqëson një nga figurat që kanë ndërtuar karrierën hapasapi brenda sistemit të drejtësisë, duke u ngjitur gradualisht në nivelet më të larta të prokurorisë shqiptare. I lindur në Skrapar në vitin 1982, ai përket brezit të prokurorëve që u formuan pas viteve 2000 dhe u konsoliduan profesionalisht në periudhën e reformës në drejtësi. Pas diplomimit në drejtësi dhe përfundimit të shkollës së magjistraturës, Brau emërohet prokuror në vitin 2007. Fillimisht shërben në Berat dhe më pas në Vlorë, ku përveç detyrës së prokurorit, mban dhe funksion drejtues. Pikërisht në Vlorë ai del në papërhetimin dhe çuarin në gjyq të ish kryebashkiakut Shpëtim Gjika, një dosje që shënon një moment të rëndësishëm në ndjekjen penale të pushtetit vendor. Në vitin 2015, karriera e tij merr një kthes vendimtare me kalimin në prokurorinë e krimeve të rënda. Aty Brau përfshihet në disa nga hetimet më delikate të kohës, përfshirë çështjen ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, një nga proceset simbol të llogaridhënies në nivelet më të larta të sistemit të drejtësisë. Kalimi i procesit të vettingut pa probleme dhe eksperienca me krime të rënda e bëjnë pjesë të SPAK që në ditën e parë të krijimit të tij, më 19 dhjetor 2019. Brenda prokurorisë posaçme, Brau ngjitet në rolin e shefit të seksionit kundër korrupsionit dhe konsolidohet si një nga prokurorët kyç në dosjet me impakt të lartë publik. Ai ka udhëhequr hetimin e inceneratorit Elbasanit, dosja e vetme e kësaj natyre që ka marrë vendim të formës prerë, me dënime për zyrtar të lartë dhe ish ministrin Lefter Koka. Pashtu Brau ka qenë në krye të hetimeve për dosjen 5D, çështjen Toyota Auris, si dhe pjesë e prokurorëve që kanë firmosur akuzën ndaj ish ministrit të mbrojtjes, Fatmir Mediu për Gërdesin. Me këtë profil, Klodian Brau shihet si një figure e formuar brenda SPAK, me eksperiencë në dosje të ndjeshme politike dhe institucionale, dhe si pasues e një linje prokuroriale që synon vazhdimsinë e hetimin e korrupsionit dhe krimit organizuar në nivelet e larta të pushtetit. Por megjithatë, ky është perceptimi paraprak. Rrugtimi i tij do të shihet muaj pas muaj dhe vit pas viti si kreu i SPAK në këtë mandat tërvjeçar. Mirë pra, ky është Klodian Brau, kreu i SPAK i cili pason Altin Dumani në këtë detyrë të misionit themi, sa i vështirë, aq edhe me një interes të lartë për vendin siç jemi ne, por çfarë ka ndodhur? Ndoshta shumë e kanë komentuar si një zgjedhje jo të rastishme. Të lutem regjia, do doja të kaloja me 3 foto të ndryshme, janë 3 postime të ndryshme të ambasadës amerikane, duke nisur që nga shtatori. Kjo është fotoja e parë. Shohim 309 zyra dhe Klodian Brau, prokuror. Këtu është Nancy Van Horn e ngarkuara me punë e diplomacisë amerikane. Këtu është një tjetër takim, zyra 309, Klodian Brau. Ecin dhe me një tjetër dhe këtu është Mark Fleming, i cili erdhi pak javë më parë, sërish zyra 309. Në 3 postime të ndryshme ambasada amerikane, duke sikur sinjalizoi, sepse është vetëm zyra e cila u publikua. Tashi Edhe për koincidencë është dhe foto Ismail Qemalit aty. Edhe foto Ismail Qemalit. Gjithmonë ka dalë kanë përshtypjen të tjetër në foto të tjera. Po. Tani zgjedhje me merit të plot, Karanja se kanë përshtypjen ju prokuror, diku jeni hasur dhe me Klodian Brau ka përshtypjen në rrugutimin tuaj. Është vërtet. Si e njihni? E meriton se meriton, ishte një zgjedhje e ndërkombëtarëve. Kujt i prish punë, le të themi, qeverisë në këto kushte që është, pse mund mi analizosh pak të gjitha këto? Duhet kemi parasysh diçka. Prokurori Klodian Brau është një prokuror i cili e ka filluar karrierën e tij duke u bazuar në ligjin për prokurorin. Dhe ligji për prokurorin, kriterin kryesor atëherë ka pas të marrë shkollën e magjistraturës. Pra ka marrë shkollën, ka marrë fakultetin, ka kaluar një konkurs shumë të vështirë dhe më pas ka filluar në punë në qytetin e Beratit. Nga Berati ka kaluar në Vlorë dhe Tiranë. Pra kemi një ngritje graduale në karrierë. Pra nuk kemi njerëz që ngrihen në karrierë. A keni pas kolegë në prokurorin e Tiranës, ë? Apo jo, nuk ka qenë? Në prokurinë e krimeve të rënda. Ka qenë në krimet të rënda, kaloi te krimet të rënda, okay. Ka kaluar. Ka qenë prokuror që ka kaluar
presione ndryshme, po të kemi parasysh, janë bërë presione ndryshme, mediatikë është nuk ka lëshu i dhav goje. Se të kemi parasysh ke edhe prokurorë tjerë që janë qarë, kuptimi që ankohem, kam frikë nga media, kam frikë nga portali, këtë nuk e kom gjunë një që të ketë frikë nga një portal. Shef punë e ti, pra kjo është diçka pozitive. Do më thënë që presioni është presion, tek disa njerëz është ndryshe. Edhe prem që kur ka qenë punë, ka pas presion e gjithë që kemi post, sepse puna që ketë bësh me njerëz do kesh dhe kundër përgjigje. Pra, edhe është ligji fizikës, kur godet do kesh dhe kundër përgjigje. Tani, këtu kishim një konkurim. Marrim dhe kandidatë tjerë. Elvin Gogaj, Doloreza Musabelliu, e cila mori 0 vota, nuk e kuptuam. Nuk e kuptuam, se aty në këshill kishte edhe 3 kandidate femra, megjithatë. Adnan Xholi dhe i zgjedhuri apo zgjedhuri. Marrim Adnan Xholin ta analizojmë se edhe Adnan Xholi është një karrierë shumë gjatë, karrierë si drejtues, karrierë me çështje të rënda, problematika, domethënë nga krimi organizuar, të cilët ka kërcënuar familjen. Domethënë ke shumë, por një prokuror me një njohje shumë të mirë të ligjit procedurial. Pra punon vetë, bën çështje, sepse ke shumë një kategori prokurorëve, nuk po them për spamën e tjera, i marrin gati me fleshe, vjen vetëm firma, por ky është prokuror që ulet dhe punon vetë. Dolores Musabelliu, marrin dhe Dolorezi është një prokurore e cila ka vite, ka filluar që nga krimet e rënda që kanë qenë dhe ka pothuajse të gjithë karrierën e vet e ka te krimet e rënda. Pra e njeh mirë procedurën, njeh mirë komunikimin, njeh mirë marrëdhëniet procedurale, se shumë e rëndësishme marrëdhënia procedurale. Dhe po të veshre, të gjithë konkurrentët thonin puna në grup, sepse në SPAK në një farë kohë, në kohën e Dumanit ka pasur përplasje që për mua nuk është mirë që përplasjet të bëhen publike midis oficerëve të policisë dhe prokurorit. Është mirë që çdo institucion, çdo problem ta mbylli aty për aty, sepse po dolën fjalët ose po doli debati në publik nuk ka më kuptim ajo punë. Pra gjë mirë. Tregon dobësi, ë? Tregon dobësitë njerëzve që marrin tjerët për ndihmë, marrin një të fortë. Për shembull, hajde merr media që shikon se çfarë po bën. Absolutisht jo. Institucion është ato gjërat mbyllen aty për aty dhe puna ecën para. Dhe të 4 kandidatët të thënë punë në grup dhe Elvin Goga është një prokuror i vjetër në detyrë, ka qenë titullar, prokuror korrekt, domethënë në lidhje me se korrektësia është në punë është tek gjitha, në komunikimi me tretët, orari i punës, puna, komunikimi, bërje e akteve procedurale. Pra kemi një garë midis, domethënë siç thuhet, siç është thonë, domethënë drejt latinisht primur inter pares, domethënë do zgjedh i pari midis të barabartëve. Domethënë është një punë, ka qenë një punë e vështirë dhe e KLP-s. Pra kush t'i japi votat, ka qenë dhe lobim që është bërë nga këta, domethënë nuk është lobim i ligjshëm për punën e votave. Tani dalin tek mbështetja, tek zyra numër 309 që dilte 309, po. Me që po të fiksohemi. Është një sugjerim më saktë edhe ndërkombëtarët. Kjo foto tregon një farë dashamirësie. Pra, zyra numër 309. Shiko, ky është është një farë mbështetje. Pra, faleminderit regjia. Po, ja, edhe pas ka kapur aty në cep. Keli i bën korrekord shqyrë. Jo, Keli është fiks. Faleminderit. Madje edhe numrin që i kërkohen na dha. Pra kemi një mbështetje. Tani, edhe janë përfaqësuesët amerikanë. Çfarë duhet ndalojmë te amerikanë një diçka? Janë të vetmit sot që po thonë të vërtetën. Mos harron deklaratën e Keith Self në Kongres. Kongresmeni amerikan, i cili pranon edhe problemet që ka Shqipëria. Shqipëria sot ka problem me korrupsionin, ka problem me krimin organizuar dhe drogën, por ka dhe i problem tjetër, që është shkatruar sistemi i drejtësisë. Nga 16.000 çështje, sot kanë arrit 200.000, dhe këtë po e thonë vetëm amerikanët. Askush tjetër nuk po thotë. Dhe në raportet e Evropës, jo se kam gjë kundër, po duhet thuhet e vërteta, që sistemi gjyqësor është shkatruar. Është bllokuar. Është bllokuar, është shkatruar se myll vjen një moment ka për çfarë. Madje bëj një interpretim që për të marrë drejtësinë në Shqipëri duhen nga 15 deri 20 vjet. E thoshin amerikanët hapur. Po pse nuk e thon evropianët këtë? Janë pak burokratik. Prandaj, duke qenë miq tan të përhershëm dhe këta mendoj që këtë herë kanë mendu, kanë bërë dhe sugjerim dhe veta dhe Klodian Brau do vazhdoj në rrugën e zotit Altin Dumani. Pra, tashi do jetë më mirë apo më pak apo shumë, po them që institucioni SPAK-ut shoh diçka pozitive, një dritë pozitive. Pavarësisht se ishte një konkurim, të 4 kandidatët janë aty,
Të 4 kandidatët sot kanë çështje shumë të rënda, duke filluar nga Adnan Xholi, qoftë Dolorezi, qoftë Elvin Goga, qoftë vetë Klod Brau, pra duhet mbledhin forcat, të bashkohen dhe të çojnë përpara SPAK-ut. Okej, faleminderit Karandxa dhe për profilet që bëre për të gjithë kandidatët dhe për Klodian Brau. Prençi, një emër i cili ishte paracaktuar në krye të SPAK, si lexoni, dhe dyta, kush do jetë mandati më i fortë në këtë rrugëtim? Le të themi 9 vjeçar. Ndoshta i Krajës është një rrugëtim i fillestar, po mbetet një gar midis Dumanit edhe Klodian Braus. Kë shikon më të rrezikshëm për pushtetin për zyrtarët nga këta dy? Tani, rrugëtimi im në fushën e policisë, si drejtues i policisë në disa qarqe, më ka bërë që unë të njoh personalisht të 4 kandidaturat. Koqidon që rrugëtimi hapat e para të Klodian Brau si prokuror në Berat i ka bërë kur unë isha drejtor policie. Okej. Pra është dashur të bashkëpunoni për e njëjta gjë dhe me Dolores. Okej. Unë jo pa qëllim kam thënë që të 4 kandidatët janë kush më pak e kush më shumë pikpamje të karrierës, pra të CV-s mund të ketë plus minus. Por të 4 e justifikojnë dhe meritojnë që të jenë kandidat për të ulur në atë karrige. Çështja e leadershipit pasi ulesh në karrige është çështje personaliteti. Është çështje guximi, kurajo, se profesionalizmin e zotrojnë të gjithë. Këto nuk mund të thush që ju ikën ndonjë gjë që nga që se din, ose nga që nuk kanë eksperiencë, ose nga që nuk janë të përgatitur, ose nuk janë të trajnuar, qoftë edhe nga amerikanët që prej 7 vitesh, prej 6 vitesh që janë prokurorë të SPAK-ut. Karriera e Klodian Braus, por edhe të gjithë kandidatëve, ka qenë karriera ritmike. Nuk e kanë bërë se kanë pas babajnë sekretar të parë, as se kanë pas babajnë apo kushërinë ministër. Po ti shikojsh me vëmendje, të gjithë vinë nga familje të thjeshta, të 4, pa preshtim. Një vetëm në sektor ku ndodh kështu. Jo, këtë e kam sinqerisht. Këtë po të them pra, i vetëm sektor ku ndodh që nuk vinë nga trashëgimia familjare. Po, këta janë njerëz të ulur me kokë në libra dhe e kanë bërë karrierën si rezultat i profesionalizmit dhe zotësisë personale. Në kuptimin e kanë dashuruar profesionin dhe janë ngulitur për ta ecur në karrierë. I tillë është dhe Klodiani. Klodiani duke patur detyrën e shefit të seksionit të luftës kundër korrupsionit niveleve të larta në SPAK, ka patur të bëjë drejt për drejtur me çështjet që ka të bëjnë me zyrtar të lartë të shtetit. Po e keni parë ju, të tre kandidat që ishin për grevën e SPAK-ut kishin gjurmë tek dosja e hetimit Buka. Ndajer Benamedajt? Ndajer Benamedajt. Jo pa qëllim, thash. Pra çka do thotë që këto nuk ju mungon eksperienca, nuk ju mungon profesionalizmi, tash ti ka të bëj 5 me pak e 5 me shumë kush ka trimërinë dhe guximin për të ecur. Këtë e kanë siguruar, sepse kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e tha me të drejtë zoti Karandxa. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vërtet e duan Shqipërinë. Se mbështesin edhe kur nuk ka ambasador. S'kemi ambasador. Kemi të ngarkuar me punë. Po s'kemi ambasador. S'kemi ambasador. Zyrtar s'kemi. Pa, nuk kemi më një ambasadore që shkonte dhe bënte rolin e zëdhënësës së partisë në pushtet, duke bërë propagandë në përveprat e investimit. Të atyre investimeve që sot është lezu korrupsioni. Mos harrojmë. Sot rezulton që Tigri 1 dhe Tigri 2 që na e ka trubetuar me të madhe ishte ambasadorja. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të vëmendshëm, edhe ndaj njerëzve të tyre. I kanë mësuar këto gjëra. Pra në këto kushte, ju më thatë që Klodian Brau ka drejtuar sektorin kundër korrupsionit. Mirë po kur bëri urimin ambasada amerikane, korrupsioni nuk e përmendi fare, Prençi. Përmendi vetëm falenderojmë Altin Dumanin për mbajtjen e përgjegjës të kriminalëve, të cilët edhe partneritetin për të vazhduar partneritetin me Braho në luftën kundër si në rri kjo. Po rrin, unë e lexoj sepse në fundit Altin Dumani nuk e ka bërë protagonizmin
se kishte nevojë për të bërë protagonist, sepse ai ishte protagonist. Do s'do ai ishte thua. Ishte protagonist. Duke vequar krajen jo për shkak të paaftësive, sepse nuk duhet ta marrë. Procesi i ngritjes por ishte procesi i ngritjes së instruksionit të ri të SPAK-ut. Ndërkohë që BKH-ja kishte ca oficerët policisë gjyqësore që ishin marrë kështu me qera. Po, domethënë ishte një fazë ngritje të strukturës. Ndërkohë që duhet të pranojmë që edhe struktura e SPAK-ut dhe BKH-s ende nuk është ngritur 100%. Me të gjithë organikën aktive dhe atë mbështetëse. Pra duhet ta pranojmë këtë. Por Altin Dumani e ngriti në një nivel më të lartë edhe për shkak të kurajos dhe mori protagonizmin jo se kishte nevojë për protagonizm personal. Po e mori protagonizmin sepse i vuri detyrë vetës që do të jetë rrufepritse për vartësit. Pra, Altin Dumani i ka vënë shpatullat që të mos e ndjej presionin Klodiani, XY, ai tani e tjerë mos ta ndjejnë presionin prokurorët e thjesht, po ta mban presionin kreu i SPAK-ut. Si shefi. Si shef, si kreu i asaj. Të njëjtën gjë është i detyruar nga mas 5 ditë mbrapa ta bëjë edhe Klodian Braho. Pse? Organet e reja të drejtësisë janë në një presion të papar. E deklaruam që kjo çështja e parë, qoftë nga qeveria, qoftë nga opozita. Në kohën kur drejtonte kraja, nuk ishte epitete për SPAK-un. Nuk thoshim skapi, nuk thoshim organizat kriminale, nuk thoshim SPAK-u grupi strukturar kriminal, nuk kishim Altin Troplini. Pra, në kohën e krajes, nuk kishim të tilla. Por, kur fillon këto epitete? Politika qoftë mazhoranca, qoftë opozita, i filluan kur Altin Dumani e karikoi SPAK-un duke ngritur stekën ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit. Këtu filloi dhe përplasja politik organet e reja të drejtësisë. Nëse Klodian Braho do ta ul tempin e luftës, do të dështoj. Atëherë emri Altin Dumani do të mbahet me shumë gjatë. Nëse Klodian Braho do të pozicionohet në llogarin e Altin Dumanit, duke e quar më përpara guximin, trimërinë, eficiencën. Po ka ngel me emra që ti ngrihet emri i Klodian Brahos, se ne kujtojmë do të bëj një lidhje. Dumani pati Berishën, pati Metën, pati Veliajin, Ballukun, ishte rasti i Ilir Beqi, pati personalisht. Arben Ameta e po nuk i pati personalisht. Jo, i qelluan aty si ko. I pati SPAK-u. I pati SPAK-u. Dhe SPAK-u ne jo pa qëllim përmenem të sa çështje shumë të nxehta. Jo koncesioni i lotit 4 të tenderi loti 4 i Unazës Tiranës, jo koncesioni aeroportit Rinasit, jo Ekoparku, jo tjerat, të cilat kanë në gjellën e prishur emra si e zëvendës kryeministës, si e kryeministrit, çështja e inceneratorëve nuk ka mbaruar. Jo. Për mua. Nuk jo, po s'ka mbaruar. Po 8 pikshin nuk e ka dhënë zëvendës kryeministja. Absolutisht. Nëse e keni lexuar ndërrjeshta, bonusi me 8 pika nuk është dhënë me firmë të kryeministit të Shqipërisë. Një kompanie që ende nuk kishte lindur. Nuk ishte regjistruar në QKB. Po më thuaj që Klodian Braho si lind detyra që t'i afrohet kryeministit në rast se është do duhet t'i afrohet? Klodian Braho nëse nuk i afrohet, mbaje mend nga unë do të dështoj si prokuror. Okej, faleminderit Premçi. Po më thoje? Duhet kemi parasysh. Prandaj fola për gjithë kandidatët që folën, domethënë që bën deklaratat e veta para KLP-s nxorën dhe problematika të caktuara. Mos gaboj një nga kandidatët, më duket se Klodi nuk e mbaj mend, një doli problematika e dosjeve të vjetra, e çështjeve të vjetra. Okej. Dhe të çështjet e vjetra janë dhe çështje që thot Premçi. Çështje e vjetër është dhe çështja e 1 janari, që duhet zbardhet se ka vite. Çështje e vjetër është çështja e Charles McGonigal. E cila, domethënë në Amerikë ka kohë që ka mbaruar. Po lirohet ai. McGonigali po mbaron burgun, po do japi procedebalin e mbanimit të burgut, këtu çështja është akoma dorë. Kjo çështje duhet mbarojë dhe çështjet e tjera. Prandaj dhe dosjet e vjetra do jenë një problematik ose më saktë një prioritet i SPAK-ut.
duhet mbarojnë çështjet e vjetra, mos rinë çështjet me vite. Më përpara, me drejtsinë e vjetës, siç është bërë ndarje e tillë, nuk ishte dosje më shumë se i vit, 2 vjet. Çështjet brenda i vitit mblidhej një komision, mblidhe dhe diskutoj çfarë veprimesh do bëhen të çështja, sepse çështjet kanë veprime hetimore. Si kanë afate, po që të mbaroj çështja nuk mbaroj e matan sirtar dhe mbyllet. Duhet bërë veprime hetimore të një pasionesh, për si punë një pallati që fillon me themelin, me katet dhe kur mbyllet një çështje, të jetë gati me çelësa dorë, shkuptim që të jetë mbaruar totalisht e bërë të gjitha veprimet. Këto çështje duhet të mbarojnë. Dhe çështjet prioritare që kanë ndjeshmëri të theksuar për publikun, duhet mbarojnë me këtë mandat dhe problematike ngretur nga kandidatët në vetë para KLP-s. Përse nxori gotën nga çanta Klodian Brau? Kjo punë e gotës, sepse mu duk një diskutim, se mu duk sikur dikush po e kërcënon tani, kupton dhe po e nxjerr por uem nga çdo lloj, se këtë bën Putini për shembull. Putini po ta shohësh është dikush provonoi para. Neve ai është domethënë tani është drejtues, po më parë ishte kandidat për drejtues. Unë të shoh që u dha një u përqendrua më shumë te punë e gotës që mos nduket në diçka. Person, domethënë çdo seminar, po të kemi parasysh, ka shishen, ka dhe gotën. Gota është pjesë përbërëse. Për shkak të Covidit, po të keni parasysh, tha pini direkte, sepse gota mund të shpëndahet Covidit, pijet direkt në shishe. Për efekt, si rregull, etikash dhe kur shkon në klub nuk pinë 3 veti shishe, janë 3 gota. Çdo qytetar, çdo person marrë gota është dhe për etik. Pra gota aty mbushet, mund e kishte gotën me vete, ndoshta mund të kishte dhënë stafi diçka e tillë, mendoj që nxjerrja e gotës i është dhënë një vlerë shumë e madhe, kuptimi pse është nxjerr gota. Është shumë vëmendje që zot. Teoritë pse mban gotë, nuk është me një vend që pse mban gotë, quhet domethënë njeri teja, gota, shishja, pikërisht i gotë është pjesë e një jete normale. Pyetja tjetër, domethënë me ardhin e Klodian Braus, Spaku shkon realisht drejt peshqyve të mëdhenj, që është folur që në 2016 në 2015 nga ish ambasadori Donald Lu, apo do jetë një le të themi një krye prokuror më i rrezikshëm për zyrtarët e lartë se Dumani, apo do jetë emri i cili do ta çojë drejt le të themi një lloj stabiliteti dhe balance midis drejtësisë dhe qeverisë. Andi ka diçka të kemi parasysh. Unë personalisht jam për, siç e thash fillim, jam për hetimin e çështjeve. Sepse ne s'mund ta paragjykojmë që ka zyrtar të lartë kjo çështje. Nëse del një zyrtar i lartë i implikuar direkt, siç është rasti Belinda Aballogut, e cila është implikuar nga telefoni. Bisedat telefonike, se po kthehem, dolën që e implikuan direkt për ndikimin për tenderin për katës. U përvudhen nga telefoni i gruas së Berberit, sepse Berberi që i çonte me mesazhe ja çonte edhe gruas, pra nga telefonat e sekuestruara doli tërësisht, tash pse ja çonte gruas ai e di vet, për efekt transparencë e tjerë. Kështu që duhet hetohen çështjet me themel. Pra këto janë çështje të mëdha, duhet të hetohen. Në rast se dalin sysh rolin e këtyre zotërinjve mbrapa, të jep këtë ide ty që do shkojnë deri kësaj. Sidomos me thash edhe një, unë ngulkom për sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin objektivisht çështjen, pra ku ka problematika, ku ka dhe arritje. Mendoj mendimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillim dhe BE-s do eci përpara. Por gjithçka duhet jetë me prova ande, jo me supozime. Zoti Brau foli dhe diçka të bukur që nuk e kishte thënë dikush tjetër më parë. Ne synojmë rritjen e standardit për punë e provave. Kur një prokuror e shikon që çështja nuk ecën, domethënë se s'ka prova, çështja është shumë mirë të tërhiqet, s'ka as të keqe. Ose rastet e dorëheqjeve, se u diskutuan në mediat që ka thënë dorëheqje, ka bërë shumë mirë që ka thënë dorëheqje. Ka prokuror tjerë. Prokurorët nuk e kanë çështjen personale, çështja siç e diskutuam. Edhe rasti i zotit Dumani nuk ka gjë personale zotit Dumani me Berishën ose me tjerë që ka me Velien. Ai është një prokuror i cili është ngrit një grup hetimor mbas ligjit, pra Dumani nuk është se po i shko privatisht në shtëpi këtyre ose po merr një mas privatisht. Puna është punë. Dhe Brau foli për standard, dhe kjo është një diçka e mirë. Duhet të rritet standardi i profesionit dhe të çështjet e mëdha të rënda, sepse neve duhet të mbushim mendjen edhe një qytetari thjesht që ka prova dhe provat janë te çdo dyshimi se kjo është termi që përdoret, sepse janë vënë disa terma se më përpara ose hetim shterus, domethënë që të hetohen gjitha dhe e dyta është dhe kjo te çdo dyshimi që ka zyrtar të lartë, ka dhe peshë të mëdhenj. Qofse dalin peshit, ti procedoj. Por unë jam për hetimin e dosjeve të vjetra, që të mbaroj. Okej, faleminderit Karanxha. Ne ndoshta kalojmë tek çështja e fundit, besoj. Prençi, e diskutojmë
për 2 personazh të cilët u arrestuan nga policia e shtetit, në një moment ata u kontraktuan nga Ervis Martinaj për të vrarë një tjetër shtetas, Indrit Doklen. Kjo operacion u zhvillua në Fushkuqe, sepse dhe Prençi më kritikoi se i thash Fushkruj gabimisht. Mirë, ne ndjekim momentet e arrestimit dhe rikthehemi të diskutojmë kush janë këta personazh, si janë lidhur me botën e krimit, shërbimet që ata i kanë bërë grupeve kriminale dhe që nga momenti që u shpallën në kërkim, a vazhduan të shërbenin grupeve të ndryshme. Mirë, këto ishin momentet e arrestimit të 2 të kërkuarit ishin Elvin Merliga 47 vjeç nga Mamurasi dhe Alket Xhixha 42 vjeç nga Fushkruja. Tani, çfarë janë këta personazh? Prençi, çfarë përfaqësonin këta në botën e krimit? Edhe moment të arrestimit i kemi që na shoqëron gjatë bisedës. Shiko, edhe në bisedë të lirë, unë të thash që këto mbetjet e organizatave kriminale, kur ekzekutohet koka e një grupit strukturar kriminal, ose kur zhduket, si në rastin e Vis Martinit, me ngjasojnë si ato ballistët kur prishi qeta, ose ato strukturat partizane dhe ngelshin këto. Këto e njerëz të rekrutuar. Vrasit me pagesë asnjëherë nuk janë njerëz të organizuar. I organizon ai që i vjen në funksion, në detyra konkrete. Bëhet fjalë për 2 persona të cilët kryenin detyra për llogari të një grupi të caktuar kriminal apo të disa grupeve kriminale. Dhe normalisht unë kam dieni që policia e shtetit e ka ditur për këto persona shumë më parë. Ti s'ka arrestuar? Po unë kam pasra në gjurmët e një informacioni që e dinin, por nuk e kanë arrestuar sepse nuk është përputhur me kohën dhe momentin. Pastaj ka dhe një problem tjetër. Strukturat e policisë shtetit janë deklaruar të implikuar me grupe kriminale. Çdo më thënë koha, se këta 2 njerëz janë kapur me armë. Të lutem. Këta kanë qenë persona të rrezikshëm për shoqërinë. Po, këto nuk kanë qenë në Han. Këto kanë qenë në Fushkuqe. Fushkuqe. Po dhe në Fushkuqe kanë jetuar gjithmonë. Dhe qoftë policia e shtetit, qoftë Spaku, qoftë prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm, kanë forma të ndryshme hetimi, gjurmimi, përgjimi dhe e kanë ditur se ku janë. Pse s'kan vepruar e din ata. Zakon tani është bërë që kur një grup dobësohet, humb kreun, përqendrohet policia e tjerë, sepse ne kemi persona shumë më të rrezikshëm këtu në Shqipëri, që bëjnë atentat në mes të ditës, që bëjnë atentatin në vendin më të konsideruar nga policia e shtetit më të sigurt, ndërkohë na del që aeroporti i Rinasit është vendi më i sigurt për të organizuar atentate, atje ku veprojnë 6 deri 7 lloj policish. Unë kam drejt si qytetar të them, pse nuk shkatërrohet ky grupi? Po shkatërrohet ky grupi. Dhe ndaj dhe të thash që i aty i kanë patur. Tani rëndom në momentet caktuar ose i ruajnë për të realizuar tregus në mbyllje të vitit, sepse nuk besoj që policia e shtetit dhe prokuroria kanë të dhëna se këto 2 persona kanë rrugtuar jashtë shtetit ose kanë qenë jashtë shtetit.
të qenurit në fushë kuqe, që ka një nivel të lartë të qarkullimit, popullsisë, të aktivitetit, turizmit. Është e pamundur të fshihesh, po thonë. Është e pamundur të fshihesh. E pamundur të mos të gjendet lokacioni ku ti bisedon me telefon, ku ti të vinë korrier, ku të vinë kështu gjëra. Gjithsesi ki quhet një tregues shumë i mirë, sepse ne nuk mund të rrim pa i goditur grupet kriminale në themel, se duhen goditur edhe krerët, duhen goditur edhe antarë, duhen goditur edhe persona që veprojnë si vrasës me pagesë, por jo të veprohet në këtë formë. Gjithsesi unë thash, unë e konsideroj një tregues shumë të mirë, sepse në fund të fundit janë siguruar prova se këta kanë kryer veprime aktive për të marrë përsipër dhe për të vepruar në raport me ekzekutimin e një personi shumë të rëndësishëm. Me qartë. Të botës së krimit. Por, tani, sa i rrezikshëm dhe sa aktiv është Dokli në Shqipëri, dhe sa i rrezikshëm dhe sa aktiv është sot Vis Martini, këtë peshore e bën organi prokurorisë dhe policia. Ndaj edhe unë do të them që policia dhe prokuroria më shumë do t'japin detaje dhe më shumë do të fokusohen tek deklarata e kryeministrit. Ose gjeni të gjallë dhe silleni në burg për Vis Martinin. Ose thoni që ka vdekur, po jo kush e ka vdekur. Pra do të thotë që Vis Martini ka një prapavi shtetërore në ekzekutimin e tij. Unë këtë e kam thënë në çdo studio. Qef e kam pas që t'ishte gjallë, që të dilte një ditë të bukur, edhe të vazbarthe të gjithave, sepse Vis Martini është akuzuar për tej aktivitetit kriminal, është akuzuar edhe se ka bler administratën shtetërore, duke filluar nga krerët e policisë, krerët e tatimeve, të lojrave të fatit edhe gjithçka. Këtë s'na e ka thënë shteti. Pra shteti deri më sot nuk na ka dhënë. Jam dakord që duhen arrestuar, duhen ndjekur për ndjekur çdo qelizë e organizatës kriminale nëse kanë qenë antarë të organizatës së Vis Martinit. Por nuk na ka thënë se 100 ditë na thanë kryeministri atëherë për Vis Martinin. Taulant Balla, ministri i Brendshëm, na tha që shumë shpejt do të va deklarojmë se kush si tek ne e dim se qish, po akoma s'është thënë kush e mori peng Vis Martinin, kush e ekzekutoi ose kush është duku, ose kush e fsheu, është gjallë po është fshehur. Këtë nuk e kemi mësuar. Ndërkohë që sot me të drejtë njoftojnë që 2 persona të grupit të Vis Martinit u kapën. Shumë mirë. Kush e kapi Vis Martinin? Këtë du të gjenë populli shqiptar. Du ta dëgjojë populli shqiptar. Unë këtu nuk jam për të bërë avokatin mbrojtës as të Vis Martinit, as të personave që kanë vepruar në përbërje të grupit të strukturuar të Vis Martinit. Po, për llogarit të tij. As të kundërshtarëve të tij. Por lufta kundër kriminalitetit, qoftë në pikpamje të parandalimit, qoftë në pikpamje të zbulimit, qoftë në pikpamje të ndëshkimit, duhet bërë frontale, jo partizane. Sot jemi në vitin 2025. Nuk ka ma luftë partizane. Luftë partizane bëjnë grupet kriminale. Dalin zanë pritë dhe vrasin njerëz. Policia e shtetit duhet të jetë në front, qoftë kundër atij grupit, qoftë kundër atij grupit tjetër. Dhe të mos bëhet pjesë si te plumbi art që pjesë të strukturave të drejtuesve të strukturave policisë bashkëpunonin me një grup kriminal për të goditur grupin tjetër kriminal. Kjo është një olla më zezë që mund t'i vihet prokurorisë dhe policisë. Pasi ne tek plumbi art kishim të implikuar drejtues policie shumë të lartë dhe drejtues prokurorie. Dhe kjo se metamorfoza. Kur po te metamorfoza dhe plumbi aty kemi gjitha. Pra në këtë kuptim, një kontekst. Okej, në këtë kuptim them që bravo ju qoftë, suksese për arrestimin, por a kemi të tjera? Kjo është shumë e rëndësishme edhe që thatë që lufta do duhet vazhdoj. Karanja, tani,
çfarë përfaqësojnë këta individ dhe janë individët të cilët i qëndrojnë le të themi pranë grupeve kriminale, sepse këta duhet të jenë shpallur në kërkim, kanë përshtypjen rreth 3 vite më parë, janë nxjerrë emrat e tyre nga Nureddin Dumani, janë bërë hetimet dhe janë shpallur në kërkim. Për këtë rast, për le të themi për organet e drejtësisë është provuar që këta janë të implikuar për sigurim kushtesh për vrasjen e Endrit Dukles, por gjatë gjithë kësaj kohe, a mund të kenë shërbyer këta grupeve të tjera? Tani, për momentin ne nuk kemi ndonjë dhënë. Këta janë dërguar për gjykim dhe nga informacionet që kemi që kanë dalë në media, çështja ka kaluar për gjykim, janë dhe 11 persona tjerë që ka kaluar për gjykim dhe bëhet fjalë për një episod për sigurimin e kushteve për të realizuar vrasje dhe ndaj shtetasit Endrit Dukle. Janë 11 grupi 11 personave dhe janë 2 të dyshuar. Tani çështja është në fazën e gjyqit. Pra ka kaluar çështja për gjykim është në gjyq në fazën e themelit. Mendoj që në rastin e zbatimit të vendimit gjykatës të GKK-s janë konstatuar dhe disa vepra tjera penale dhe është mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, duhet parë për një send tjetër të palishëm sepse ishin shumë. Po këtu nuk kanë gjetë pistoleta, kanë gjetë 2 armë gjahu, radio policie, antiplum, municion. Po normalisht se nëse do merrni sipërmarrje për të vrarë një person të rrezikshëm, ato s'do e boshin pa pistoleta pa armë. Ata po e pa radio. Dhe janë, domethënë, prokurori din këto veprat e vogla i thitha jo e madhja. Këto gjatë zbatimit do shtohen këto akuzat e reja ose nëse çështja ka ikë për gjyq nuk më shtohet më në gjykim, do jetë një procedim tjetër penal që i përket për shembull ke armët e ftohta, ke armët e zjarrit, ke armët e gjuetisë, të cilet janë vepra. Po, dhe përdorimi radhave të policisë. Nuk kemi ndonjë informacion gjatë kësaj periudhe se çka ka bërë, por bëhet fjalë kemi një akuzë konkrete nga ana e Spakut dhe kemi të ngritur mbi bazën e thënieve të penduarit të drejtësisë që dihet është Nureddin Dumani për një shumë parash të kaluar, të pretenduar nga Nureddini, po çështja është në fazën e shqyrtimit gjyqësor. Pra do jetë gjykata që do të shmoj në tërësi provat dhe kjo është çështje fakti, kjo e armbajtjes. Mendoj duke qenë se çështja ka kaluar për gjykim, këto do jenë akuza të reja në mënyrë të pavarur që do shihemi sepse nuk mund të është fazë tjetër, do vinë. Kjo çështje ka nevojë për hetime, për aktin balistik e di dhe Shëmsiu, domethënë ka disa veprime për pjesëmarrjen e personave të tjerë, personat që kanë dhënë, pra do verifikohet që nuk ka vepër tjetër penale dhe për këtë episod do procedohet. Të presim gjykimin. Anxha, ju jeni prokuror. Jo ka një problem, do fakti që ato janë kapur me armë pa leje, me posedim armësh, normalisht është një argument për t'i mbajtur në paraburgim. Sepse vetëm për deklarimet që ka dhënë Nureddin Dumani, pa u provuar dhe pa u kryqëzuar me të dhëna të tjera, me prova të tjera shkencore, nuk mund t'i mbash në burg. Po, nuk provohet fajësia. S'provohet fajësia vetëm pse thot Nureddin Dumani. Jo, se kanë dalë, domethënë kanë ngritur akuzë, janë shpallur në kërkim nga Spakta. Jo, më kupto pra ku e kam fjalë. Themelit po thot, kur të themelit dakord. Do provohet te çdo dyshimi të e tham dhe më përpara. Duhet ta lidhim provat. Duhet të lidhim provat. Tani ta bëjmë një pyetje tjetër. Duhet rrit standardi, po ne nuk rritëm standardi do kemi probleme tjera. Pyetja e fundit të Karanxha, për të kuptuar se ka përshtypjen këta janë personazhe që nuk din të bëjnë punë tjetër. Këta kanë ndetur të fshehur, kanë qenë kërkim nga policia. Thon sa të rrezikshëm janë këta, a mund të kenë qenë aktiv? E marrin rasti, domethënë, duke analizuar rrethanat, le të themi, të vendodhjes së tyre, rrethanat sociale të tyre, përfshirjen e mëparshme në grupet kriminale, i të bëjnë këta individ të rrezikshëm që gjithë kësaj kohe këta mund të kenë shërbyer dhe për të tjera, dhe siç e thatë ju, do të bërë ekspertiza balistike nëse këto armë janë përdorur. Po. Tani mund të thosha një diçka. Informacioni policor se duhet ta ndajmë. Po. Policia kriminale ka, bas ligjit për policinë kriminale, domethënë ka informacione për disa lloj kontingjente që rrezikojnë të bëjnë vepra penale, pra kanë risk. Kurse për sa i përket anës juridiko-penale, ne njohim vetëm dëshminë e penalitetit ose vërtetimin e gjendjes gjyqësore. Janë të dënuar më parë apo jo. Dhe në rastin konkret që është ngritur një akuzë për shembull për grupi strukturuar kriminal, sepse dhe veprat që ka marrë Spakur për nenin 80, sigurimi i kushteve për vrasje është kuadër grupit strukturuar kriminal që është titur ajo çështë, sepse ajo vepër neni 80 i kodit penal që të po e sqarojmë. Se pse duhet jemi me numra nene, se po të them se nenet janë të sakta dhe nuk ka bërë numri. Jo, kështu ashtu, neni është i saktë, dhe neni 80 i kodit, sigurimi i kushteve për vrasje nuk është nen që është në kompetencë të
krimeve të rënda ose të spakut. Dhe duke qenë në kuadër grupi strukturuar kriminal ka kaluar dhe kjo në rast se dënohen teorikisht i bie nëse kur del dëshmia e penalitetit ose vërtetimi i gjendjes gjyqësore del që është edhe atë ky është i dënuar më parë për këtë vepër, kurse të dhënat operative që ka policia e shtetit duhet t'i ndajmë. Të dhënat operative janë gjë tjetër. Pra që ka informacione operative që këta persona rrinë me armë, rrinë të armatosur, mund përdoren nga grupe kriminale dhe këto janë nga policia që kemi diskutuar dhe herë tjetër në panelin tuaj dhe me shemsiun e kemi që duhet jetë forca parandaluese i policisë që të mos i lejmë këta persona me këto armë shkojnë të bëjnë veprën. Pra duke pas informacionin policia i kap është më mirë sepse po kapa i mas veprës ne e kemi të provuar me një vepër që mund ta kalbim bukë se vrau personin, por policia e shtetit ka dhe detyrë të mbrojë qytetarët. Ti kur e ke një informacion që ky do vrasë, këtë ti duhet ta njoftosh personin kujdes nëpërmjet burimeve tuaja, nga ana tjetër ka personat që të parandalosh, sepse qëllimi është parandalimi, jo kryerja e veprës dhe mbrapa ne e kapim. S'ka as i vlerë, po humb jetë e personit është dështimi. Se thashë edhe një herë, neni 30 i kodit procedurës penale që thot sepse kodi procedurës penale është rregull i përgjithshëm. Dhe të rasti Balluku, prokurori ka zbatuar kodin e procedurës penale dhe këtu rastet, neni 30 i policisë gjyqësore është parandalimi i veprave penale. Që edhe kur na pëlqen të themi kodi është mirë, kur s'na pëlqen është gabim. Ka dhe gabim. Faleminderit edhe ka dhe një problem prokuror sepse edhe për mbyllim. Për hir të vërtetës duhet ta pranojmë që grupet e strukturuara kriminale, sidomos këto 10 vitet e fundit, për shkak të kalimit nga vrasjet e thjeshta te vrasjet në formën e atentateve, pra duke u kundërvënë një grup kriminal grupit tjetër, jo vetëm kanë rekrutuar qoftë antar të një grupi tjetër në shurje, por kanë rekrutuar edhe ish-punonjës të forcave speciale të ushtrisë dhe të policisë për t'i bërë pjesë të tyre. Pra niveli i grupeve kriminale ka ecur përpara në pikpamje të rekrutimit të personazheve të botës krimit, të personazheve që janë produktiv në raport me përdorimin e armëve, dhe ndaj dhe synohet që të kapen pikërisht këto njerëz që ketë dhëna që janë profesionistë në fushën e krimit kundër jetës personit, ose janë profesionistë në përdorimin e armëve se kanë qenë ushtarë në front, në Afganistan apo në Irak, e njohin armën, njohin në dëmën, pushkën snajpere, njohin përdorimin e gjitha teknikave të taktikave të luftës në zonat të banuara dhe në zonat rurale. Pra në këtë pikpamje, këto persona janë me rrezikshmëri dhe ndaj dhe thash përpara që në fakti që policia ka pas djenin se ku ndodhen, ku strehohen, pse si ka goditur dje, sepse mund t'ishte ajo që thatë ju që bëri pyetja Andi që a mundet që këto të jenë rrezik për po janë rrezik sepse këto njerëz kur ju ka humbur komandanti normalisht do ushqehen. Nuk për të ushqyer, mund dalin të grabisin, po mund dalin të vrasin, po mund dalin të vënë gjoba, sepse do hanë bukë. Pra, sepse nuk kanë ma burimin financues të shefit të grupit kriminal. Në këtë pikpamje, ndaj dhe unë kam gula që policia e shtetit edhe u fol para ca muajsh, po nuk po del gjanë dritë krimin e një strukture të posaçme në raport me gjurmimin dhe goditjen e këtyre personave para se ta bëjnë krimin, para se të rekrutohen, para se të hidhen në aksion për të bërë detyrat e këtij apo atij grupi kriminal. Kjo do të ishte vërtet lavdia e policisë shtetit, por e pse jo edhe organit të prokurorisë, sepse edhe prokuroria nuk ka detyrë vetëm procedimin. Me metodat proaktive të hetimit, në zbarth, në ndjekje e sipër të një ngjarje kriminale, zbulon edhe përgatitjen për të ndodhur një ngjarje kriminale tjetër, sepse kapen nga bisedat, kapen nga transkriptet, kapen nga këto. Edhe në këtë këndvështrim them që është keqardhje që Dumani, uroj që të mos a ketë këtë situatë bravo, ka dëshmuar disa herë që ne nuk i besojmë dot policisë shtetit. Shemsi Prençit, falenderoj shumë për gjithë analizën dhe le të themi ekspertizën tuaj për çështjet që ne trajtuam. Ervin Karanja, avokati i prokurorit dhe sukses. Kënaqësi që ju kisha të dyve, më pëlqen gjithnjë ky panel sepse një është drejtues policie, një është prokuror, më mirë se Prençi dhe Karanja
e kush mund t'i njohë tjetër punët e drejtësisë dhe policisë së shtetit. Për bërë analizën e plot, shikues nderuar, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur. Bashkëhemi të mërkurën në orën 21. Natën e mirë.